الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Falendrojmë Allahun fuqiplot, falendrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala se ai është I cili meriton të falendrohet, ai është I cili meriton të madhrohet, të adhurohet. Falendrojmë për udhëzimin që na e fali, që na e dha, për zgjedhjen që na e bëri. Falendrojmë për mirësitë e Tij, për begatitë e Tij të panumërta. Salavatet dhe selamet për shëndetjet tona të përzemërta Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së Tij, shokëve të Tij dhe të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e Tij dhe e kanë ndjekur deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, për hir të Allahut, do të flasim për ditën e keqardhjes. Do t'i themi disa fjalë për ditën e hasras, për ditën e pendimit, për ditën kur njeriu do të bëhet pishman, për ditën kur njeriu do të pendohet, për ditën kur njeriu do t'i vjen keqardhje, për gjithë atë që ka bërë dhe për gjithë atë që është dashur ta bëjë nuk e ka bë. E për atë që nuk është dashur ta bëjë ai ka bë. E do të ndjen keqardhje në ditën, në atë ditë kur nuk do të na bën dobi, nuk do të na bën fajde, as pasuria e as evladi, përpose zemra të shëndosha, që do dalin para Allahut me zemra të pastra, të shëndosha, të pastra nga kufri, mosbesimi, të pastra nga hipokrizia, mendjemallësia. Para se gjithash, këshilloj vetin tim, po edhe juve që ta kemi frikë Allahun subhanahu wa taala, t'i friksojmë Allahut azza wa jall të lartësuarit, t'i bindemi Allahut azza wa jall, kemi kujdes në fjalët dhe veprat që I bëjmë dhe që I themi, sepse afati është shumë afër. Afati është shumë afër. Dita e llogarisë është shumë afër dhe është shumë e vështirë. Dhe se libri la yughadiru saghiratan wala kabiratan ila ahsaha. Nuk lë asgjë pa shënuar libri, qoftë ajo e madhe apo e vogël. Prej të frymarrja, prej të mendimit, të gjithçka, gjën më të vogël, nuk lë libri pa shënuar. Ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Çka ka ky libër që nuk lë gjë të vogël, të madhe pa e regjistruar. Hyjni një njeri te Imam Ahmedi rahimahullahu taala, ishte I smur, shkoi që ta viziton dhe e ndëgjoi Imam Ahmedin duke u ankuar, po me zë e jo me fjalë, siç ankohemi të gjithë kur na kap një smuti dhe kemi dhimbje, duke bë I thot o Imam Ahmed, e harrove se edhe kjo po regjistrohet? Edhe kjo ankesë që ti po e bën, që ankohesh, kjo po regjistrohet? Edhe më njerë e ndryshoj dhe filloj subhanallah, astaghfirullah, nisi ta madhron e të bën dhikr, ta kujton Allahun te bareke ve taala. Të përgatitemi për atë ditë, vëllezër, dita e keqardhjes, që është një ditë shumë e madhe, në të cilën ditë do të ndjejnë keqardhje pa besimtarët, dhe në të cilën ditë do të ndjehen të gëzuar, të lumtur besimtarët. Pra ditë, wal waznu yawma idhinil haq, që peshimin atë ditë është I drejtë, është hak, s'ka ike, që do të peshohen veprat e mira, veprat e këqija, do të vendohen në peshore. Faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Ati që do t'i rëndon peshorja, pra do t'i rëndojnë veprat e tij të mira, ai është nga të shpëtuarit. Kurse o men khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum. Kurse atyre të cilët do t'u lëndohet ose do të jetë e lehtë peshorja dhe veprat e tyre do të jenë të lehta, të pakta, jo shumë të mëdha të mira, ata do të jenë nga të humburit në ditën e ahiretit. Dita e kiametit, dita e ringjalljes, dita e ahiretit e mërtohet edhe yawmul hasra, dita e keqardhjes.
Dita kur do t'i vjen, do të ndjen keqardhje çdo kush që ka bë keq në këtë dynja dhe do të bëhet pishman. Quhet e mërtohet Yawmul Hasra për shkak të pendesës së shumt që do ndodhen atë ditë, që shumë do të pendohen njerëzit, shumë do ndjen keqardhje. E çaq shumë që do të bëhen pishman njerëzit, çaq shumë që do të pendohen, çaq shumë që do t'ju vjen keq, Allahu subhanahu wa taala ka emërtuar Yawmul Hasra, dita e pendim, dita e keqardhjes. Wa anzirhum Yawmul Hasra, dhe lajmëroj ata për ditën e keqardhjes, për ditën e pendimit, për ditën kur do të bëhen pishman njerëzit. Pendimi, vëllezër, i hidhur, pendimi i hidhur, keqardhje e skajshme në këtë ditë e madhe, dhalika yawmun adhim, të cilën ditë Allahu subhanahu wa taala emërton një ditë e madhe. Në këtë ditë, kjo keqardhje e lën njeriu të thyer dhe të pafuqishëm. Sepse sot ndjen keqardhje, bëhesh pishman, pendohesh për një gjë që nuk është dash ta bësh e ke bë, por mundësia ekziston për ta korrigjosh dhe përmirësosh. Ama ditën e ahiretit, kur të dalim para Allahut fuqiplot, do të dëshirojmë si tash që të kthehemi dhe t'i korrigjojmë veprat tona, t'i korrigjojmë gjërat e këqija që i kemi bërë, t'i përmirësojmë, por do të ndihemi të thyer dhe të pafuqishëm. Kjo ditë thamë është ditë pendimi, ditë keqardhje për mëkatarët, përndryshe ditë gëzimi për besimtarët, për njerëzit e devotshëm. Allahu na bëf për atyre. Na bëf për atyre të cilët nuk do ndjejmë keqardhje në ditën e ahiretit, por do ndjehemi të gëzuar, të lumtur, që Allahu subhanahu wa taala na ka mundsuar dalim në ahiret dhe ta takojmë Allahun subhanahu wa taala. Se sot nesër patjetër duhet të vdesim. Patjetër duhet të ikim prej kësaj dynjaje. Por pyetja që çdo herë duhet parashtruar vetit, a do të bëhemi pishman në varr? A do të na vjen keqardhje, a të ndijmë keqardhje? A do të pendohemi në varr dhe ditën e ahiretit, apo do të themi elhamdulillah që vdiqa shpëtova prej fitneve të asaj bote dhe jem në shtratin e xhenetit dhe Allahu ma ka bërë vorin bafqe prej bafqeve të xhenetit e jo grop prej gropave të xhenemit. Vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka shpjegu këtë gjëra sahabëve që të friksohen. Se shpesh ne themi ose vëllezërit të përgjithësi, o xha, po shumë po folni, flitni, na tregoni gjërat që na friksojnë. Po vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon të sahabët që të friksohen, sepse frika prej dënimit Allahut, prej Allahut është pjesë e imanit, dhe të friksohesh. Si më friksohemi atërës nuk na bëjmë punë neve. Dhe të friksohemi për Allah subhanahu wa taala se është i plot fuqishmi, i bën çka don. Dhe ai është i cili dënon dhe është i cili mëshiron. Atëherë, si mos friksohemi për Allah subhanahu wa taala. Sa do të jetë pendimi i madh në atë ditë? Çfarë keqardhje do të ndjejnë ata të cilët do ta humbin kënaqësinë e Allahut fuqiplot dhe do ta meritojnë dënimin dhe hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala? A ka keqardhje më të madhe dhe ditë keqardhje se kjo ditë? Kur njeriu do të shpreson lumturinë, kënaqësinë e Allahut, por nuk do ta gjen. Kur njeriu do të shpreson që shpëton nga dënimi, ndëshkimi i Allahut, por nuk do ta gjen. Për shkak se nuk ka punuar, nuk ka besuar, nuk ka vepruar gjatë jetës së tij. Sikur banorët e zjarmit, të xhehenemit, xhehenemlit, të pendoheshin në dynja, ata do t'i çonte drejt pendimit dhe kthimit tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe ata nuk do të pendohen dhe nuk do t'ju vjen keq ditën e ahiretit. Por banorët e zjarrit të xhehenemit, të dhënur pas epshit, pas mendimeve dhe kërkesave dhe thirrjeve djallëzore, duke ja bërë qefi nefsit epshit dhe duke adhuruar shejtanin përmes mëkatimit që ja bojnë Allahu te bareke ve teala, këta do të pendohen në atë ditë
por pendimi nuk do të pranohet dhe do të jetë dënimi i përjetshëm. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i friksonte u tregonte sahabëve gjëra që friksoheshin dhe kishin gajle. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yujau bil maut yawm al qiyamati ka'annahu kabshun amlah." Do të cilët vdekja në ditën e ahiretit, do të vendoset mes xhenetit dhe xhehenemit. Do të jetë në formën e një dashi me ngjyrë të përzierë. Dhe do të therë, do të prejë, do ta therë, do të thënë do therët dashi ose vdekja. Edhe pastaj do të thuhet banorëve të xhenetit dhe xhenemit: "O banor xhenetit, përjetësi pa vdekje. Tash jetoni, kënaquni e progresoni të mirat e Allahut." Dhe do thuhet xhenemlive: "O banor të xhenemit, të zjarit, përjetësi pa vdekje, përherën atë. Nuk ka ma, vdekje nuk do të ekziston. Edhe pse banorët e xhenemit vdekjen do ta dëshirojnë vetëm që një ditë të shpëtojnë, dhimbjen mos ta përjetojnë. Nga dënimi i Allahut të shpëtojnë. Por vdekja do të therret dhe nuk do të ekziston. S'ka vdekje. La maut. Jetë e përjetshme, përjetësi pa vdekje, s'ka ma vdekje, as në xhenet, as në xhenem. Edhe pastaj e citoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajetin kuranor: "Wa anzirhum yawm al-hasra", dhe lajmëroi ata për ditën e keqardhjes, dita e ahiretit. Ana ditë çaq shumë keqardhje do ndjen njeriu, dhe aq shumë rënd do t'i vjen për vetin e tij, sa që do të largohet, do të ike prej njerëzve më të afërt. Se atë ditë nuk ka ndon të du, atë ditë njeriu që më së shumti e ka dashur në këtë botë, në këtë njeri, në këtë botë, në këtë jetë që ka dashur njeriu është nana. Si nana që e don e vladin e saj, s'ka kush që mund ta don dikë tjetër më shumë. Por ditën e ahiretit, nana shet ta shpëton vetin e saj. Nana shet të shpëton nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Nana në çdo mënyrë do mundohet që të ketë të drejtën të ta marrë hakun në ahiret. Nana në ahiret do të mundohet që të ketë të drejtën të ta marrë hakun ty për një të keqe që ka ke bon këtë botë, këtë dynja, për një mos respekt. Po baba, po vllau, po shoku e të gjithë. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Në ditë kur do t'ik vllau nga vllai i tij. Këtë dynja janë rrit bashk, kanë jetuar bashk, copën e bukës e kanë ndarë bashk. Po në ahiret do t'ike njëri prej tjetrit. Pse në fillim përmendet vllau para nanës babës? Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dhe prej nanës dhe babës. Por në fillim të do t'ike vllau prej vllait të tij. Sepse më së shumti që jeton njeriu në këtë dynja, më shumë vite që i kalon me vllain e tij. Në përgjithësi diferenca e vëllezërve sa mund të jetë 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet. Kurse mes fëmijët dhe prindërve 20 vjet e më shumë. Kështu që Allahu e përmend vllau në fillim sepse që mund t'i ketë hyrë edhe shumë hak vllait atij. E në ahiret do t'ikin. E do të bëhen pishman, e do ndjen keqardhje. Pse ja ka ngrënë hakun? Pse ja ka marr hakun? Pse i ka bë zullum? Pse i ka bë padrejtësi? Në ditë ku do të na vije shumë keq, shumë rënd, por gabimet nuk do të përmirësohen vetëm se do të paguhen. Në ditë gabimet nuk do të përmirësohen, tash përmirësohen gabimet duke qenë gjallë, duke jetuar. Po në ditën e keqardhjes, ditën e pendimit, nuk përmirësohen gabimet përveç se që paguhen. Por nuk paguhen me pare. Nuk do të ekziston pare. Por do të paguhen me vepra, me shpërblime.
Çdo vepër të mirë që ke bën këtë dynja, dhe ta marrin të tjerë që u ke hyrë në hak. Dhe çdo vepër të keqe, dhe të jipet ty që ta fitosh xhenemin dhe të jesh prej xhenemlive. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ditën e ahiretit do dalë para Allahut një person që ka agjëruar, ka fal namaz, ka kryer haxhin, ka bo. Mirë po, e ka nënçmuar këtë, e ka ofenduar këtë, e ka përgojuar këtë, e ka përçmuar këtë, e ka lënduar këtë. I mirën prej sevapeve të atij dhe u jepën të gjithë atyre të cilëve u ka hyrë në hak. Nëse i kryen, i përfundojnë sevapet, u mirën gjunahet e atyre dhe i jepën këtij, derisa fundoset në xhenem, billah. Nuk ka dinar në ditë, por ka vetëm marrje hakut dhe pagesa e hakut për mes veprave të mira që kemi bën këtë dynja. A është e logjikshme që 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, 50 vjet, derisa je gjallë, Allahun ibadet ta bësh dhe më në fund krejt të shkon ai mund në konton e dikujt tjetër. A është e logjikshme? A është normale? Krejt ato vite mund ibadet, më në fund të ti marrë dikush tjetër. Pse? Për shkak të padrejësisë, të këqijeve që ja ke bë tjetrit. Andaj, kujdesemi se çka bën. Sot bëjmë, ama nesër dhe paguim. Sot bëjmë, ama nesër do humbim. E ymri shkon, vitet ikin. Aq më shumë po afrohet takimi ynë me Allahun subhanahu wa taala. Aq më shumë po afrohet dita e llogaridhënies para Allahut subhanahu wa taala. Në ditë do të thirret edhe pendimi, edhe keqardhja. Sa që nuk do të kenë çka të bëjnë xhenemlit. Njerëzit e këqij, si ta shpëtojnë veten, çka të bëjnë? Qalu ya hasratana ala ma farradna fiha. O mjerimi ynë për atë që ne e neglizhuam, këtë dynja. Kjo do të thot, o pendim, eja tani se kjo është koha jote. Sa që ma njeriu pendimi ditë do ta thirrë pendimin se çka tjetër. Do drejtohen xhenemlit banorëve të melaçeve ngjyve të xhenemit, që janë të krijuara për t'i dënuar xhenemlit, askush nuk do të përgjigjet thirrjes atyre. Ikhsau fiha wala tukallimun. Qëndroni në të dhe mos flitni. A çum keqardhje e madhe sa që edhe keqardhjen do ta thirrin. Edhe keqardhjes do t'i drejtohen. Do ndjejmë keqardhje edhe si besimtar, jo vetëm si pa besimtar dhe zullumqar. Edhe besimtari do ndjen keqardhje në ahiret. Po me futjen e tij pastaj në xhenet, do t'i haron krejt ato gjëra. Do ndjen keqardhje për neglizhimin, për mos përkushtimin në rëndësi librit të Allahut te bareke ve teala, Kuranit. A ndjen keqardhje ala tash duke qenë gjallë se ende s'din ta lexosh Kuranin. Nëse nuk din të lexosh dhe nuk din keqardhje dhe nuk të vjen rënd zemrën tënde, ke problem me zemrën. Ke problem me zemrën tënde, ke problem me imanin. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa innahu la hasratun lil kafirin." Ai Kurani është një pendim i hidhur për mohuesit. Një keqardhje, pendim i madh për ata që mohuan dhe se pranuan e refuzuan. Por edhe ata që neglizhuan dhe me Kur'an nuk punuan dhe Allahu shumë pak ibadet e bën. Pra, lënia e Kur'anit e veçanërisht surja Bekare. Neglizhimi i surës Bekare për gjithë sureve të Kur'anit është që do ta çon njeriu të ndjen keqardhje, çështjet prej dynjas. Bazuar në hadisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, iqra'u suratul Baqara. Lexojeni surën Baqara. Sepse leximi i saj ose marrja e saj është bekim, lënia e saj është keqardhje, është pendim. Me lexu, me këndu, me ndëgju surën Baqara është bekim, ama me neglizhu është keqardhje, është pendim. E kjo keqardhje do ndihet edhe në ditën e ahiretit. Kur do dalim para Allahut subhanahu wa taala, si ta kisha lexu, si ta kisha meditu, si ta kisha dëgju. Kemi kohë
lajme të ndryshme të dëgjojmë, fjalë të ndryshme të dëgjojmë, njerëz të ndryshëm të dëgjojmë, fjalë të krijesave të dëgjojmë dhe atyre të kushtojmë rëndësi, e fjalëve të Allahut madhërisëm fuqiplotit mos gjejmë kohë të kushtojmë rëndësi dhe kohë. Si mundemi të gjejmë kohë për çdo gjë, për çdo kë, kur vjen puna me dëgjuar gjysmë faqe, një faqe Kur'an, s'kemi kohë. Edhe shikoni tash, i përcjellim të gjithë, i shikojmë të gjithë, po kur vjen puna me dëgjuar një ajet, një sure, një këndim, një recitim, një ligjërat, edhe vetëm e kalon, si kër diçka s'po ta don ata dëgjosh. Sepse ma zemra ftofet, zemra nis të mos e don, sepse nis diçka t'i bëhet e dashur asaj që është e keqe, nuk është e mirë. Ti kushtojmë shumë rëndësi fjalës Allahu te bareke ve teala, se pa Kur'an shpëtim nuk ka, as në dynja as në ahiret. Mos lejo të vjen ajo ditë kur ti do bësh pishman, do të pendohesh, e do ndjesh keqardhje pse Kur'ani nuk e mësova. Si mendon të vdesësh, të futesh në varr pa lexuar asnjë shkronjë nga Kur'ani? Si? Ku nisesh? Ku shkon? Para kujt Zoti do dalish? Para kujt Zoti do dalish? A ke ndonjë Zot tjetër pos Allahut? Allahu thot që ta lexojmë. Allahu thot afala yatadabbaruna al-Qur'ana, nuk e meditojnë ata Kur'anin, apo zemrat e tyre janë të mbyllura me dry? Wa laqad yassarna al-Qur'an, ne e kemi bë Kur'anin të lehtë, dhe çdo kush mund ta mëson dhe ta lexon. Por i mallkuari çdo herë gjen më të bukur, më të lehtë, ta vështirëson dhe ta rëndon. Vëllezër, të mos vija ajo ditë, a wallahi do vjen. Ajo ditë do vjen sot ose nesër. Do vjen. Sot jemi të gjithë bashkërisht këtu, nesër dikush mundet të mungon. E mos të habitemi. Sante jemi bashkërisht, nesër mund të mungon. E kur do të mungon, me një çka do të sillet në kokët tona, val a faleshte, a lexonte Kur'an, a lexoi Kur'anin, a ishte mirë, me njëra, ne nuk e shprehim atë, ne nuk e themi një tjetrit, se është e rëndë, ka vdek, ka shku ke Allahu. Ama ajo çdo herë na sillet, ama shkoj, ai mos kthehet, ai bëhet pishman në varr, po kote ka, kthim prapë, nuk ka. Do të pendohemi, do të ndjejmë keqardhje për tubimet, të cilët tubime bëhen pa përmendur Allahun te bareke ve teala. Dhe s'ka hajër ke një tubim, s'ka hajër te një mezhlis në të cilin nuk përmendet Allahu fuqiplot. Sot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka që të tubohen një tubim, një mezhlis, një grup njerëzish, e në të mos e përmendin Allahun, e ky tubim të mos jetë pendim për ta ditën e ahiretit. Ky mezhlis ose ky grup njerëzish që u tubuan dhe as pak Allahu nuk e përmendën, këto do të pendohen për këtë mezhlis çka e bën. Për ta përmendur Allahun nuk është kusht të jetë hoxha aty. Ti tubohesh me vlezër, ti je musliman, edhe nëse ata se kujtojnë, ti do t'i kujtosh, ti do ta përmendish Allahun. Filloje mezhlisin tubimi me fjalët e Allahut. Dërgo salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kujtoja vetit dhe atyre me të cilët je tubu, që mos të përgojohet, mos flitet për dikë tjetër pa prezencën e tij, mos bëhen gjunahe, te tubimi i hajrit i bereqetshëm, sepse do bëhemi pishman për çat tubim. E për çat tubim e ngjyt dua nuk bëjnë. E ngjyt nuk nalen aty. E as që është një tubim që e do Allahu. Një mezhlis ku nuk përmendet Allahu nuk është një mezhlis që e do Allahu. E as që e ngjyt lutën për çat mezhlis. Por mezhlise për të cilët lutën e ngjyt, ndalen dhe ja hapin krahët e tyre, janë mezhliset ku përmendet Allahu fuqiplot. Kur marrim përgjegjësi dhe nuk e realizojmë, dhe emanetin në vend nuk e çojmë, e veçanërisht si përgjegjës të një grup njerëzish, qoftë ajo si udhëheqës, lider i një shteti,
qoftë si një kryetari një fshati, qoftë si imam i një xhamie, pishmallëku, pendimi, keqardhja do t'jetë e madhe ditën e ahiretit para Allahu te bareke ve taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të shndrohet në pendim dhe keqardhje ditën e kiametit mos realizimi i emaneteve të tyre. E ke marrë në emanet përgjithësi një shoqëri, një grup njerëzish. Ke marrë përgjithësi një shtet, ke marrë përgjithësi një fshat. Përgjithësia nuk është e lehtë. Inna radna l-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Ne dashtëm që t'ja japim emanetin el-ard, tokës, kodrave, po të gjitha refuzuan. As kodrat, as toka nuk pranuan emanetin. Kush e pranoi? Insani, njeriu. Njeriu shumë kollaj e pranon përgjithësinë. Më shumë kollaj. Kur ta pranojmë përgjithësinë, pastaj po a mune boj be? Haj, po pse e be mura? Po mos ta këshja marrë. Ama njeriu që është i krijuar i shpejt, me njerë merë përgjithësinë, do në ta marrë përgjithësinë, po pa menduar në rezultatet, pa menduar në pasojet, pa menduar në frytet, ase përgjithësia të cilën e ka marrë. Nëse e ka marrë dhe nuk e qonë në vend, do të ndjenë keqardhje madhe para Allahu te bareke ve taala në ditë kur nuk do t'i vonë dobi kur gjë. Andaj vëllezër, për hir të Allahut, ta kujtojmë këtë ditë, ditën e kiametit, ditën e pendimit, që do të kaploj shumicën e njerëzve. Pa besimtarët, zullumçarët, po edhe ata që kanë besuar për shumë punë që i kanë lënë. Edhe ne, hajdini sa do bëhemi pishman. Hajdini për sa gjëra ne do pendohemi. Hajdini për sa gjëra ne do ndim keqardhje. Oh, subhanallah. Si kërëm, pse se bona? Ne sot ndim keqardhje, pe pata be mundësin, po pse se bona? Po do ishte be ta voj. Po ditën e ahiretit. Andaj, këshilla e fundit. Çdo mundësi që të jepet, ta bësh një punë të mirë të hajrit. Mos mendo se mund të jetë puna jote e fundit e jetës tënde. Mos u lal. Mos mendo. Mos mendo në atë, si do mendojnë çka do. Mund të jetë vepra jote e fundit. Vdiq duke e bërë këtë vepër hajrit. Këtë vepër të mirë. Se nuk e din cila vepër e vogël para syve tu mund të jetë sebeb që ti t'jesh prej xhenetlive. Para syve tu mund të jetë shumë e vogël, me ke Allahu mund të jetë shumë e madhe. Andaj falëndroj Allahun në të ditë që ta mundson çdo herë të bësh punë të mira, punë të hajrit. Edhe kur të hapet një derë e hajrit, me një shfrytëzoj bëne. Mos vje dita kur do bëhesh pishman dhe ndjesh keqardhje, pse bese bëne e pata mundësin. E për shumë gjëra, të jemi tralt, kemi pas mundësin e nuk i kemi bo. Allahu na falt, na përmirësoft, na uzoft, për xhenetlive, neve dhe juve, Allahu na baft, xhenet me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam na bashkoft, wa akhiru dawanan alhamdulillahi rabbil alamin.